Gjyqi i masakrës së Gërdecit nuk do të nisë nga fillimi. GKK ka rrëzuar kërkesën e gjyqtares Irena Gjoka për t'u larguar nga gjykimi i ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu. Seancën e kaluar në 11 nëntor ishte vetë Gjoka që kërkoi largimin nga gjykimi me argumentin se ka qenë gjyqtare e seancës paraprake dhe se çështjen e mori pasi i pandehuri kërkoi fillimisht gjykim të shkurtuar. Zëvendës kryetari i GKK-s Erion Bani, pasi shqyrtoi kërkesën e gjyqtares Gjoka, e rrëzoi me argumentin se nuk ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë. Vendimin relatoi vetë gjyqtarja Irena Gjoka në seancën e kësaj të mërkure. Ndërkohë, prokurori Klodian Braho, relatori i një pjese të provave shkresore, kërkoi që të bëhet pjesë e shqyrtimit gjyqësor dhe seanca është shtyrë në datën 9 dhjetor për të vijuar me këtë moment procedurial. Më herë gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar edhe kërkesën e avokatëve të Fatmir Mediut për përjashtimin e Irena Gjokës. Më pas ishte vetë gjyqtarja që kërkoi të largohej nga çështja me argumentin se ka shqyrtuar fazën paraprake. Gjyqi për masakrën e Gërdecit ka nisur në prill të vitit 2023. Mediu akuzohet për shpërdorim detyre pasi sipas SPAK janë shkelur procedurat e ngritjes së fabrikës së demontimit në Gërdec, pra një zonë të banuar si ato të municioneve. Vetë Mediu i ka kundërshtuar akuzat e ngritura dhe gjetjet e ekspertëve. Rihapja e çështjes ndaj Mediut u vu në lëvizje pas 12 vitesh me iniciativën e familjes Durda, e një prej viktimave të shpërthimit me 15 mars 2008 në ambientet e ish brigadës së tankeve u humbën jetën 26 persona dhe qindra të tjerë u plagosën.